Po ndalmi vlerët e një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme, që unë mendoj që është shumë prezente në vendin tonë, traumat. Traumat sikur them që nga koha e paraluftës dhe luftës, sikur sot po u avrim pak efektin edhe dukshëm më shumë. Madje më kujtohet një fjalë e një Amerikani ku ka thënë që ky vend pasojat ndoshta ka më i vret ndoshta pas 20 viteve e më shumë. A mendon që është prezente çajo kohë aktualisht? Gjithsesi. Me thonë, trauma nuk është gjithmonë ngjarja që na ndodh, po është mënyra që ne e pranojmë ose e përjetojmë një ngjarje të caktuar që na ka ndodhur neve. Realisht lufta nuk kërkon shumë analizë me ditë ndikimin që mundet me pas te individet, për shkak se ka trauma të cilat në një ngjarje të caktuar që nuk është luftë, dikush mundet me u traumatizu, dikush jo. Mirë, po lufta është diçka, domethënë, diçka tjetër, që efekti i saj mbi një popullat është shumë më i madh. Dhe shumë qëndron fakti që ti e potencove që pasojat e asaj mund të shihen 20 apo 30 vite më vonë. Realisht traumat, domethënë gjenetike që barten gjenerat pas gjenerate janë të njohura dhe mbas studimeve psikologjike të cilat janë bërë bazuar, domethënë mbi traumën, për shkak se edhe nanat të cilat kanë qenë shtatzanë, fëmijët të cilët ndoshta absolutisht nuk e kanë pa luftën, e kanë ndje, frika e nanës transmetohet te fëmia, ndjesitë e nanës transmetohen te fëmia, dhe fëmijët të cilët ne kemi ato, hajt se fëmijë nuk mban mend, jo, gjithçka më thonë ndërtohet, lidhet me zhvillimin e trurit tonë, edhe çdo lëvizje, çdo përjetim ndikon në ndërtimin, të fëmijëve të cilët kanë qenë, do të qofshin edhe të posalindur, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, që ne konsiderojmë që ndoshta nuk kanë mbajt mend, si shoqni që e shohim ashtu, por realisht ndikimi është gjithsesi. Edhe tash na e kemi një gërshetim të traumave, nëse mundem e thënë, sepse ka pas shumë gjenerata të ndryshme, dhe tash jemi 25-6 vite pas luftës, dhe tash të gjitha gjeneratat janë bo bashk, plus ndikimet e mëdha, edhe gjitha këto, ndikimet e mëdha, kur po flas, e kam fjalën për ndikimet kryesisht të teknologjisë, se ne jetojmë sot në Kosovë, por realisht jemi të informuar në çdo cep të botës çka ndodh. Edhe tash automatikisht kemi me pas edhe ato konfliktet e gjeneratave, të cilat në aspektin psikologjik, sociologjik qëndrojnë, në çdo shoqëri ekzistojnë konfliktet e gjeneratave. Mirë, po tek ne mundet me qenë më evidente pikërisht për shkak të luftës. Pse? Sepse një prind i cili ka qenë, do thotë, në periudhën e para luftës, edhe ka pas një jetë shumë të izoluar, shumë të kufizuar për shkak të gjendjes. Edhe një fëmijë sot kërkon liri më shumë, kërkon hapësirë më shumë, kërkon komoditet më shumë. Edhe prindi automatikisht sot e krahason punën, nuk i kom pas këto. Unë e kom pas kështu, po okay, po atëherë ka qenë periudhë tjetër, tash është tjetër. Do thotë kjo vazhdon edhe vështirëson, që s'ka të bëj vetëm me përjetimet e luftës, po ka të bëjë edhe me mënyrën që kanë jetu edhe mënyrën që jetohet sot. Kështu që konsideroj që lufta ende vazhdon me i pas ato, do thotë, pasojat e veta në jetën tonë të përditshme, e që ne shumë pak i flasim. Ne shumë konflikte sot që i kemi, do thotë, gjithmonë bazohemi që e kemi një konflikt aktual, çka më ndodhi mu dje, çka më ndodhi para një jave, por realisht burimin e atij konflikti, burimin e një ankthi të caktuar, ndoshta e kemi komplet bash në çato vitet e luftës, cilat ndoshta edhe i kemi harru. Konsiderojmë që i kemi harru, se realisht trupi nuk i harron kur.